A jeni gati të udhëtoni në një botë ku një yll I vogël bie nga qielli dhe ndryshon gjithçka? Ylli që ra në kopësht. Kjo është shfaqja e re e premierës së teatrit të kukullave, që këtë të hënë ka zhvilluar edhe provat përfundimtare në ambientet e kinemas të qytetit. Premiera mbështetet nga Bashkia e Vlorës dhe Qendra Kulturore. Në këtë aventurë plot humor, emocione dhe magji, 4 miq krejt të ndryshëm, Flutura Lila, Dhel Prarina, Breshka Toni dhe vet Ylli nisen në një udhëtim të paharrueshëm për të gjetur guximin, miqësinë dhe rrugën drejt dritës. Një histori që nuk shikohet, por përjetohet. Po çfarë do të thotë Dinake? Do ta kuptosh vet kur të bësh qejf shumë fort. Mirë pafshim me një vogël. Dhe mos harro, mos I beso çdo bishe me bisht. Po kërkoj rrugën për të kthyer lart. Më thanë se vetëm ti mund të më ndihmosh. Unë? Po sigurisht I dashuri. Unë njoh çdo rrugicë, çdo vrim në tokë, çdo erë që fryn. Skin. Por ndoshta, një nim kërkon një shpërblim të vogël, si thua. Provat e shfaqjes së teatrit të kukullave në tavolinë për premierën Ylli që ra në kopësht janë ndjekur nga afër gjatë kësaj të hëne, edhe nga drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplanaj. Shfaqja që ndriçon skenën, imagjinatën dhe të gjitha zemrat. Ne kemi rreth 1 muaj që po punojmë, kishim turin vjeshtor që përfundoi para 2 javësh, morëm një 2 javësh pushim që të jepnim pak intensitet punës. Besoj se nesër do të jetë premiera, ne me zi e presim, po japim dorën e fundit sot. Është më e vështirë se teatrot që kemi bërë, teatro klasik, por shpresoj që do dali një punë e bukur, edhe ndriçimi që është mjeshtri Erion Muçostepa, që do ndërthurem bashkë me punën e aktorëve. Regjizori I teatrit të kukullave në Vlorë Eduard Ismaili flet edhe për fabulën apo mesazhin që shfaqja përcjell. Ylli që ra në kopësht titullohet. Ta themi atë fabulën është mirësia që ne kemi brenda duhet që ta ndajmë edhe me të tjerë, nuk duhet ta mbajmë për vete. Ylli tregon që janë të dritën që ka, nuk mund ta mbaj për vete, edhe pse ka rënë në tokë, duhet ta shpërndajmë te njerëzit mirësinë dhe çdo lloj gjëje tjetër, duhet ta ndajmë me të tjerët. Po të jemi të gjithë bashkë dhe të shpërndajmë sa më shumë mirësi e gjitha, çdo gjë bëhet më e mirë. Me që janë dhe është dhjetor, ne zgjodhëm edhe pak apostafat si pjesë që mos të kemi ato prallat tradicionale që ishin me të arrin një konflikt, luftë, zgjidhje diçka. Kjo është një gjë paqësore shumë e bukur që shpresoj edhe mendoj që fëmijët do ta mirëpresin. Kur do të shfaqet? Atë do të rishfaqet nga data 9 deri në 19 ne kemi pothuajse çdo ditë në ora 11. Mund të bëhet një pauzë të dielën, pasi salla nuk e di ka diçka tjetër, por besoj që në datë 9 ne fillojmë nesër, ora 11 deri në datë 19. Besoj do të zgjasë datë 20, nëse do të ketë kërkesa do të zgjasë deri për Krishtlindje. Në ambientet e kinemas do të bëhet shfaqje, pasi në momentet që do të shikojmë që bie numri, pastaj do të kalojmë në sallën e vogël. Pasi dyja sallat janë në eficiencë të plot, janë në punë. Kështu që kur e shikojmë që do të bie numri, mund të kalojmë pa problem në sallën e vogël. Teatri I kukullave në tavolinë është për herë të parë që vendoset në Vlorë. Për herë të parë kjo metodë kukullat në tavolinë, dhe shpresoj dhe mendoj që do të pëlqejë, sepse është diçka, një risi shumë e bukur. Do të duket dhe aktori, do të duket dhe kukulla. Kështu që është pak më vështirë sepse duhet t'i japësh jetë kukullës, kurse kukulla tradicionale ishte pak më e lehtë në pjesën e prezantimit, kurse kjo nuk është se ka gojën që hapet, është thjesht kukull dhe duhet me lëvizje duhet tregoj gjithçka. Po shpresoj që me punën që kemi bërë, me ndriçimin, me pjesën vizuale, me videoprojektorin, me gjitha do të arrihet diçka shumë e bukur. Ylli që ra në kopësht në datat 9, 10, 11, 12 dhe 13 dhjetor, ora 11 në Pallatin e Kulturës, në sallën e kinemas, ku ftohen të gjithë fëmijët e qytetit për të kaluar disa momente të këndshme në shoqërinë e kësaj premiere të teatrit të kukullave.